Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ndoca rrugë në Malsi, për uruar me bori, 2 javë para miqtë e mi na u shëmbën për çudi. Rruga e Gnatja e ndërtuar, mbi 20 shekuj të shkuar, edhe sot na bën krenar, kësaj rruge o shqiptar, hajti qoftë rruga e mbar. Shini bre eskavatorin, kovën shtrin e rjep zhavorin. Për lanë rër, gërlep gur, lumin lë, kocke lëkur. Shkundet ura më në fund, thyen këm kra hund. Eskavatoristi Lugati, po kjo ura zdreqin shpati. Unë nica këtë emision sot, ndryshe nga herët e tjera. Këto janë 2 fabula të shkruara dhe të publikuara këto ditë nga ai që quhet Ezopi shqiptar, fabulisti i njohur Ferit Lamaj, i cili çdo fenomen, çdo ngjarje që ndodh në Shqipëri, ai e kthen në fabul. Dhe unë përfitova nga rasti që sot të lexoj 2 fabulat e tij. Pse? Sepse kjo është situata aktuale sot me rrjetin rrugor. Kemi disa segmente që kanë pësuar dëmtime të mëdha, po më e rënda është ajo e rrugës pranë Librazhit, pra rrugës nacionale, e cila ka për gati 1 kilometër e pak, ja si që janë dhe pamjet në ekran. Dëmtimi i rrugës, shkarja e dheut aty ka sjell bllokimin e qarkullimit dhe prerë të parë nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri që të krijohen vargje kilometrike aq të mëdha sa të bllokohet i gjithë qarkullimi me jugun. Por gati si që kemi ne si sport popullor, çdo njeri jep mendimin e vet. Është i gabuar apo jo, punime të rregullta të sakta apo jo. Dikush duhet flasë, dhe që të flasë që ne të kuptojmë gjithë, duhet një njeri kompetent. Unë kam zgjedhur sot një njeri kompetent të flasë për këtë situatë, jo vetëm të rrugës pranë Librazhit, por edhe për rrjetin rrugor në Shqipëri, inxhinieri Xhevair Ngjëqari, një inxhinier i njohur, autori shumë projekteve në gati 4 dekada si inxhinier, por edhe një nga ata që ka guximin të dalë publikisht edhe të thotë mendimet e veta. Zoti Ngjëqari, faleminderit që pranuat ftesën të jeni në emisionin Dekalog. Faleminderit. E kishit menduar ndonjëherë që fabulisti Ferit Lamaj të bënte fabul dhe për ato që ju inxhinierët i projektoni prapë rrugët? Po, arti është pjesë e jetës. Ashtu siç është muzika dhe interpretimin me fabul të këtyre fenomeneve më duket shumë e drejtë. Të pëlqeu fabula? Po shumë, unë jam i apasionuar pas letërsisë. Letërsia përpunon njeriu, e pastron. Gazetari po s'pati lehtësinë me vete dhe ardhin. Kësaj rruge o shqiptar, pra e Gnatjes, hajti qoftë rruga e mbar, që sa e bukur. Rrugës e Gnatja i qoftë rruga e mbar. Dhe e fundit, eskavatorist Lugati, po kjo ura të zdreqin pati. Pati, po. Dhe sa e bukur, shumë e bukur. Inxhinier, çfarë po ndodh me rrugët në Shqipëri? Atëherë, me që po më flet për rrugën e Gnatja, vetëm një pasazh. Po? Duke qenë se unë një periudhë kam shkelur këtë në zonën e Librazhit, po? Para se të lindje, unë kam një vajzë në djalë, para se të lindje fëmija i parë, ne vendosëm që fëmija i do lindi, po të lindi djalë e ka e Gnat, po të lindi vajzë e ka e Gnatja. Qa thua? Po sepse unë e kam shkel këtë rrugë. Dhe ja vendos emrat? Po, patjetër. Si e ka emrin? Djali e ka e Gnat. E Gnat? Po. Ua! Po faktikisht, kjo rrugë që flisni ju. Djali ju e ka emrin e Gnat? Po, djali quhet e Gnat Ngjëqari. Pikërisht për rrugën. Po, më falni çik. Djali është bërë inxhinier si ju? Jo. Çfarë profesioni ka djali? Jo, ai ka mbaruar për juridik. Ka mbaruar juridik, po. Mos më thuaj që është me spakun me këto. Jo, ai jeton këtu në jeton në Londër, jo. A në Londër? Që nga me spakun e Londrës, domethënë. Jo, nuk më fare. Po du të them që duke qenë se e kam shkelur këtë komplet. Dhe më ka pëlqyer shumë si trase sepse është komplet e gjerë me vepra të artit. Po ajo nuk shkon në lugin poshtë në lum, po shkon në lartësitë se themun në kuotën mbi 6-7 metra ose 100 metra mbi Librazh. Po në zonat e gjyrës e dukshme dhe më ka pëlqyer shumë kjo që ka lexuar dhe historikun. Sepse dhe koridori 8, që për cilën është ka bërë një libër, është një vazhdim pikërisht
i vije sapja romane që kalonte në luginë e Shkumbinit pastaj në Shqipëri dhe në Ballkan. Tani, lajmi më i rëndësishëm sot, inxhinier, ka qenë vendimi i bllokimit nga bllokimi i qarkullimit në zonën e njohur Arrat e Gurrës, pra autoriteti rrugor shqiptar mori vendimin si zgjidhje provizore për të rilidhur Jurglindja me pjesën tjetër të Shqipërisë, ndërtimin e një rruge provizore 1.3 kilometra buz Shkumbinit. Po. Ju e quani të drejtë? Tani, më leo të them që unë edhe sot ka dalë një shkrim dhe më duket dhe emri ke Panorama, se kemi dhe një emision atje ke 24 me gazetarën Bruko. Atëre, në rrugën ekzistuese, rreth 1.6 km nga rruga që zbret nga Dragostunja, ka një zonë rrshqitëse të njohur e cila shef nga Verilindja. Po? Faktikisht, me rënien e rreshjeve, me rreshjet që u Ju ngopën. lutem regjia në monitor se e kemi atë zonën, këtë pjesën e rrugës që është shëmbur. Jo, kjo është ura. Po, Po? me ngopjen e rreshjeve dhe ngacmimet që bën këto, kjo u aktivizua dhe rrshqiti. Po. Po këtu ka dy fenomene, se gazeteria... Ja, kjo është pjesa. Po, opozita dhe një kërkon kush është fajtori, se këtu u luan. Ta lëm opozitën, ku s'kemi punë fare as me opozitën, as me... Atëre. Po, do të thënë, kompetenca është e juaj, inxhinier. Atëre, në qoftë se Po, projekti që këta zbatojnë për ndërtim, po. do të kishe për këtë zonë një specifik teknike, ku të shnohej që në qoftë se ndërhyet, skrapati do të ketë të pjerësi, do të vjetë kjo distancë, do të garantohet ura, atëre nuk ndodhin këto. Pra, këtu fillojnë që në fazën e projektit, të thënë, për zonat të caktuara, rrshqitëse, a ka detaje se si mund ndërhyet për zgjerim ose për shtim ngarkesash? Të lutem, po ndërpres, të kërkoj shumë ndjes. E para, ka bërë mirë autoriteti i rrugëve që vendosi lidhjen me rrugë provizore? Po. Atëre janë dy probleme me që ju ishkeni. E para një do të bërë zgjidhja provizore që të kaloj trafiku, Siç e morën vendimin? kurse ndërtimi i rrugës bypassit ose rrugës plotësisht, Po. do një muaj që të bëhet projekti, Po. njëkohësisht ai do kaloj o në, po flasim me rrjedhin e Shkumbinit, o do kaloj në krahun e Majt, o do kaloj në gjurmë rreziksuese, o do kaloj në zonën e Dragostunës. Okej, Pa i do në 3 muaj. tani vim këtu, inxhinier, ja kjo është pamja. Tani, t'ja u shpjegojmë aty që na ndjej. Çfarë ka ndodhur? Pse ndodhi kjo rrëshqitje komplet? Atëre, kjo është si zonë rrshqitëse. Nuk është e soqme. Pra, zona... Po pse nuk rrëshqitën para? Ja? Ajo kështë zëni pozicion caktuar për të ngarkesë. Në rregull? Po. Për të ngarkesë qarkullimi. Po? Në moment që u ngacmua, u shtua dhe për 100 lagështirës, ajo rrshqiti. Po mirë, aty kishte urë. Po, tani ka dhe një. Përfaqësuesi i shtetit shqiptar tha një të vërtet. Ne me njëherë tha bëm 3 shpime gjeologjike. Në rregull? Dhe shpimet gjeologjike përcaktuan që plani i rrshqitës është 7 metër thellë. Që do të thotë? Që do të thotë që kjo pakodheu, ose kjo shtres, Kjo mazëdheu. kjo masodheu, në qoftë se nuk ka pjersinë e caktuar dhe nuk mbështetet me mure mbajtëse të caktuara, kjo do rrshqasi. Po pse e bën kështu ata? Një minutë ta mbaroj të lutem. Atëherë shndot, kush e për urën? Ura. Ura ka 2 goditje. Një mund të ketë nga masa e dheut, tjetra ajo është gërryer nga lumi dhe nuk është mirë mbajtur. Ajo nuk është rrëzuar sot, nuk e ka dhënë shenjat sot. Pra, ura nuk e ka dhënë shenjat sot. Do të janë 2. Po. Do nga lart dhe nga poshtë. Patjetër, për urën. Për urën. Më lejo të them dhe atje pas ka dhe një shtëpi. Aty sipër ka disa shtëpi të tjera. Ka shtëpi të tjera. Po. Po edhe ato rrezikon. Po e njëjta gjë ka ndodhur në Itali që thanë ata me një nashem që tha kryeministri. Po tani tjetër gjë. Tani këtu të bëj një pyetje të drejtë për drejtë inxhinier. I kujt është faji? Atëre këtu është i dyanshëm. Një pjesë e ka natyra, një pjesë e kanë projekti dhe firma ndërtuese. Tani kush e ka fajin i pari tani? Më mbajtë se unë po pyes njeriu kompetent, jo politikan. Atëre, nëse unë do të isha në gjykatë, më e kërkoni ju, do të pyesja për të zonë rrshqitëse, më jepni projektin e veçantë për këto 1 kilometër o 1.5, se si të ndërhyet për të zgjeruar, Dhe mos ketë pasoja. Patjetër, pa jo është baza. Atëre projekti Nëse nuk ka projekt. Po. Enkas për këtë edhe për gjithë zonat e rrezikuara, nëse nuk ka projekt, atëre faji fillon nga projekti. Sepse projektet tona
ju fitoni tenderin, më parë kaloni në 3 faza kontrolli teknik, rregull, pastaj zbatoshin. Po sot? Sot këto ju bëni projektin, e dorëzoni e quni të 100% kontrollin teknik se e bëni simbas kushteve teknike dhe faktikisht nuk kontrollohen pjesë të tilla. Zonat të tilla që krijojnë këto kosto shtesë, kohumbje shtesë, nuk kontrollohen. Ndodhin faktikisht. Përsëri unë kam një pyetje të tillë, inxhinieri, që kjo është një nyje lidhse për jugun e Shqipërisë. Për lindjen. Për lindjen, po edhe për jugun se Patjetër. ato janë kapilar pasaj. Po. Tani, mua më kanë ardhur disa mesazhe, sa morën vesh që unë do kisha ju në emision dhe më shkruan njëri, para se të vinit ju. Opsioni që kemi një sabotim për korridorin, për të shkatruar korridorin e 8 është i mundshëm. A jeni ju dakord? Korridori 8 në Shqipëri, me që po, atëre, Shqipëria, unë e thash dhe një që është korridori 8, a mund të shpjegoj, e thash vetëm ne kam thënë në polis, në universitetet për studentëve që jep të eleksion, e thash ke kjo bruko, na po e them dhe këtu, që nuk e di shqiptar që është korridori 8. Korridori 8 është një rrugë tranziti, rregull? Po? Shtetet shfrytëzojnë pozicionin gjeografik, rregull? Atëre, që është korridori 8? Aftësia portuale bregdetare Vlorë-Shëngjin. Nuk e di nëse më ndi. Po. Aftësia portuale bregdetare Vlorë-Shëngjin, dhe në aftësia geografike, që matrat e Italisë nga Bologna deri në jug, mallat e mesdheu që vinë nga Gibraltari nga Amerika, mallat e jugut të Europës, nga Spanja dhe Francë, Itali, të kalojnë nëpërmjet bregdetit Vlorë-Shëngjin, kursejnë 400 dhe 1200 km për shtetet nga Beogradi në Kiev. Në krahasim me portet greke, pra çfarë malli që vjen nga Gibraltari, në kontinentin amerikan, ose edhe nga Anglia, nga kush përfitojnë nga këto? Këto mallra, tani që sot janë aktualisht 30 milion ton mall, nuk kalojnë në portet shqiptare, dhe në Shqipëri nuk ka porte. Ky është sabotimi i madh. Ti mund ta bësh edhe me 6 korsi këtë, nuk ka porte. Ky është krimi më i madh që bëhet. Këto mallra kalojnë në Selanik, tani kanë filluar të kalojnë në Igomenic. Grekët, kultura greke, kultura helene, me njëherë sa doli korridori 8 bën një rrugë. Igomenic Selanik 324 km me 40 km tunele. Dhe i ka vënë rrugën e Egnatja. Egnatja ka vënë? Po. Po ç'mund ka vënë Egnatja? Ajo se ç'pun ka mund të pyesni ata direkt, po faktikisht i kanë vënë dhe po zgjerohet porti i Igumenicës, i cili është i vetmi që konkuron portet shqiptare. Po mi, si thaj, si di qeveria jo këto? E para njërë qeveria ka një nivel fare të ulët, po dhe sabotohet me forma nga më të ndryshme. Qeveria sabotohet? Po patjetër, nga specialistë e saj. Do të thonë, ju jeni duke thënë që kryeministri Edi Rama e keq informojnë? E keq informojnë direkt. Me qëllim? Kam 2 raste. Po mund t'i thoni, mund Po t'i bëni patjetër. E para njëherë ke Ishulli Sumit, ai mbas 70 vjetësh, mbas konceptit italian, veten Berat për të do flasim pak më vonë për atë. Po tjetra? E dyta, unë faktikisht para disa kohësh kam bërë luftë madhe për të futur në ndërtimet e infrastrukturës, që rrugët të ndërtohen me lekë të biznesit, me biznesit plotësisht, sipas koncesionit tip bot, që të ndërtohet nga investitorët e huaj. Dhe me luftë fitova koncesionin e rrugës së Baldushkut, mas e ke dëgjuar. U siguruan financimet, nga posën, nga përqafuan, nga vlerësuan, vend fillojnë e bllokuan dhe ndërtuan 6 termë shtrenjtë me rrugën Tiranë-Elbasan me tunel. Po? Një kohë që ata afruan lekë për autostradën e Baldushkut dhe për autostradën Durrës Tiranë me 6 korsi, ofruan një kostisht dhe lekës Durrës Kaza Italia Elbasan 900 milion euro për të bërë lidhje. Këta, të në qeverit, si e kaluar dhe kjo nuk duan të ndërtojnë me lekë të tjere, këta kërkojnë të ndërtojnë me lekë të shtetit. Me lekë të popullit. Ky është problem. Po, patjetër, se këtu kryen dhe abuzimet mëdha dhe baza që sjell në pushtet qeverit monopartiake shqiptare janë në infrastruktura,
dogana, port. Inxhinier, Edhe këtu ka pjesë abuzim. tani kemi një fono tjetër inxhinier që unë do të pyes, po do kthehemi prapë te kjo, që janë ato rriti rrugëve, sepse nuk është vetëm kjo rruga, ky segmenti këtu. Se, Atëherë, me këtë rast tani janë shembur çar ose rrezik për qarkullimin e rrugëve nga jugu në veri. Kut Shqiparo, Dhërmi, tuneli Llogaras, buz tunelit Skërficës Kardhiq, Vlorë, Vlahin Poçem, Ura e Selenicës, Korçë Ersek, Dardhë Bobështic, Qukës Qaf Ploç, Librash Prenjas, Automoto Parku Elbasan, Vorë, Zallher, Skarpata Rrugën e Arbrit, Derjan Mëcukull, Mat, Unazar Burrelit, tuneli Murrizit, Lur Peshkopi, Shëngjin Velipoj. Unë nuk kam kompetencën të them që këto janë, po them që këto janë rrugët e diskutuara Unë kam në publik. më lejo të shprem gjë. E para herë rrëshqitje ka pasur do ketë. Rrugët janë natyrë të hapur, si çdo strukturë tjetër, si edhe një shtëpi që amortizohet. Natyrisht mungesa e cilësisë, që është baza, edhe do ketë kësaj natyre. Po ajo ministri që po dënohet nuk ka lidhje me këtë hollësi. Nuk ka lidhje me rrëshqitjet që ndodhin qoftë në Arat e Murrizit, në Gurda, po. Jo, se thashun këtë që ka faj ministri. Po jo, si që bë që ndodhë rëndom në shtyp. Asë nuk ka lidhje me këto rrëshqitje që ndodhin në Qukës Qaf Ploç, që ndërtohet në lartësinë 1300 metër. Po mirë, Atëre, përgjegjësi nuk ka njeri nga këto? po patjetër që ka. Po ajo ka strukturat varëse, të cilat nuk funksionojnë. Po nëse se pyet si pyet fare? Tani, Qofse po them. konvejeri i kontrollit tu, se ne jemi të dy regjimeve, mungon plotësisht. Që do të thotë? Në periudhat të thata, vinë fondet e mirëmbajtje për ato urën, dhe atje nuk është hedhur as i metër kub gur për ta mbrojtur bazamentin e saj. Ju thoni këtu që ministria nuk ka përgjegjësi, po ka Patjetër përgjegjësi që ka përgjegjësi, po nuk mund të ngarkohet në mënyrë direkte çdo lloj rrëshqitje mund t'i referohet ndëshkimit të ministres. Me këtë rast do të themi të vërtet. Para 2 vjetësh kam qenë unë e Zogut, më çoi ishe shoqëruar këto si ka Top Channelit, dhe i them në emision që kjo urë ka mbaruar do shembet sepse dukesh dëmtimi. Pa kaluar viti ajo u ul. Edhe ura që është shembur aty nuk ka ardhur thjesht nga shtytja e dherrave, po është dëmtuar më parë. Shtrati lumit. Po, sepse ai faktikisht është pjesa malore se e lumit të shkombinit, rrjedhja është e rrëmbyshme ku vjen edhe ka meandrime që godisin direkt. Ato duhen mbrojtur. Po në kohë vere, periudha vere, siç ka bërë, një 10 vjeçar, kërkon mirëmbajtje. A kemi ne një sistem mirëmbajtje për gjitha rrugët, për rrjetin rrugor? Nuk funksionojnë si allka, jo se s'ka si parada. Nuk funksionojnë, nuk kontrollohen, Ja që pas ka faj ministri apo? Tani titullar nuk je për dalë në televizor, se as televizor nuk del. Po këta merren më shumë se kushdo marrin tendet, kushdo shpërndahen, merren me punë konkrete. Tani kjo lista është e saktë inxhinier? Po, ka rrëshqitje, ka. Kjo është e saktë? Po, shumë e saktë. Se këto janë më të diskutuara që kanë nxjerrur. Kjo është njëra anë. Po ju merrni tunelin e Llogaras. Po. Tuneli i Llogaras. Po. Është një vepër antikombëtare, antiekonomike dhe është sabotim. Si është vepër antikombëtare? Po. Po pse? Një minutë. Edhe unë kam bërë një artikull tuneli i Llogares ose stallat e baktive të Dukatit. Ai do mbesi stalla për baktit. Çfarë thua? Ke kaluar ti atje? Unë kam kaluar atje, nuk e kam nga kjo rrëshqitja që mund ndodhi. Po nga kush? Nuk ka interes ekonomik. Jo, prit lutem, fal. Te interesi ekonomik është tjetër gjë. Bile mund pa qenë inxhinier mund të flas kushdo. Tani, a është i sigurt tuneli i Llogares? Atëre, unë tani që ka ndodhur rrëshqitje nuk kam kaluar. Kam kaluar në periudhën e verës. Po ky incidenti që ka ndodhur që ai rrjedh është e lidhur me izolimin e tij. Që do të thotë? Izolim nuk është bërë izolimi. Po ka rrezik kjo kur për njerëzit që kalojnë? Tani varet nga forcia, izolimi nuk ka lidhje sepse po të kalosh nga Italia po shkosh në Francë. Po në Bregdetin gjithmonë të Adriatikut, të gjitha tunelet janë me njolla, po si them ujë. Por si konstruksion, si forcia janë të garantuara sepse janë të përshkruar. Të drejtë për drejtë, po jo, tuneli i Llogaras është i sigurt? Po nuk e njoh nga ana si e ka ndërtuar ai sipas kushteve teknike. Po se ju thatë është antikombëtare? Nga ana ekonomike. Në ana ekonomike, po lere ana ekonomike, ai na duhet ne. Pse? Ajo nuk duhet. Pse? Janë harxime lek pa si vlerë. Si pa si vlerë, zoti. Me leo ta mbarojmë. Okej, ju jeni inxhinier, unë sem inxhinier. Jo, nuk ka përgjigje. Më falni çik. Ju e keni bërë për të kaluar në Bregdetin e Jugut? Po,
Në rregull apo jo? Sepse ka një pengesë që quhet Qafa. llogaraja që është kodën 2025. Në qoftë se do të kaloje në Bregdetin e Jugut me 2.8 km tunel në rreth Urikumi del Matan. 2.8 km. Po ky sa është? Ky është 6.16. Po pse, do të thonë ju thoni vendi? Një minutë. E dyta, në qoftë se do mos ndërtoje tunel fare sipër Urikumit, Po? ka një fushë që quhet fushë e Ravenës. Po? Në qoftë se do të shkosh njëherë atje në periudhën e verës Po? ose të pranverës, do thosh ti është e mundur këtu në qoftë se ka mundësi të marrë një shtëpi të jetoj. Sepse nga ana e jugut shef Mesdheu ose Joni, këtej shef si themun Gjirën e Vlorës, është gjë shumë i bukur, faktikisht me shumë thyerje, dhe ai ka një kuotë që është kota 272. Pra, në qoftë se ti do ngjitesh aty me një rrugë, që është faktikisht për shprishur, ti ngjitesh, kalon në kuotën 270, hap një se kalon në kuotën 200 dhe del Matan. Në rregull, ndërtohet dhe një qytet aty, se është 4.6, ajo me 3.7, është fush. Ka qenë dhe aviacioni. Dhe faktikisht, në të ardhmen, ajo do të vishet me ndërtime urbane. Tuneli Llogoras, vete në Urikum, shkon 15 km, 14.7, po marr 15 km, mbrapa detit. Ngjitesh në kuotën 425, e shyrja. Del Matan do zbresh në kuotën 290 që është fushë e Palas. Pastaj shkosh në det, ti do shkosh të zbresh edhe 300 metra në poshtë, rregull apo jo? Pra, për të shkuar në jug, ti bën një rrugë të maskuar nga deti, bën dhe një tunel 6 km, në një kohë që për të shkuar Matan, ti me një tunel ose pa tunel fare, ose në qoftë se të vijë edhe vërdall orë këtij, ti kalon në breg Matan. Sepse koridori turistik në zonën bregdetare kodrinore ndërtohet 15 dhe 20 metër dhe 30 metër lart mbi niveli i detit. Që kur të shkohet me mjetë, me autobus o me qëndron dhe një i moshuar mund të zbresi sa një pallat 10 katësh, 30 metër lart. To janë norma europiane të ndërtimit në zonat bregdetare. Tuneli Llogoras është një shpenzim, është një ide e vjetër, janë specialistë vjetër të infrastrukturës, që është dega më e parapambetur në Shqipëri që bëjnë ndërtime të tilla antiekonomike. Ky nuk i shërben turizmit. Kjo është mbyllur. Dhe do përfundoj kështu. Kurse këto që ndodhin, janë shtesa për paratë se në qoftë se do të ke dyshim për fortësinë ose qëndrueshmërinë, detyrohesh që të bësh sondazhe, ato e përcaktojnë. Okej, e kuptova këtë. Tani nga këto mund t'i komentosh të gjitha këto defektet? Tani në rrugën e Qafploçët. Po? Korçar në fakt këtë të Qafploçë prit, e ka këtu. Qukës Qafploçë. Po. 10. Është një rrugë që shkurton apo jo më shumë se 20 km. Po. Që në vend kalon nga Pogradeci, kalon deri Qafploçë. Në rregull, kalon lartësi 1310 metra. Po. Ka rështite këta në zakonshme, normal. Në zakonshme? Po, patjetër. Po, sikur ranë rrugët... Atëre, pse janë të zakonshme? Si e thot? Janë gjëra që ndodhin, por si bëhet abuzimi të këto? Unë ju fitoni tendrën e projektit, unë të them të lutem, ndërtojë në kufit maksimal të shumësh të vlerës, si që janë normat e UA-ja. Ti e ndërton, dhe volumet janë pa kufi, atje nuk realizohen. Kontrolli bëhet në një grup supervizioni i cili nuk kontrollohet, quhet i mirëqen. Në rregull? Atëre këto volume nuk realizohen, skrapatat nuk bën pjersinë e duhur që rrshqasin dhe ndodhin këto gjëra. Pra është një konvejer problemesh që fillon Kina projektin. Do të thoni një përzierje e natyrës me problemet e njeriut. Po njeriu është baga, patjetër. Njeriu është baga. Tani, ju thatë vetëm Qukës Qafploçë. Edhe kjo. Segment tjetër? Kjo nuk është prioritet kombëtar. Edhe kjo nuk është? Nuk është prioritet kombëtar. Tani do të sjarojmë edhe një. Po ku që bën ajo? Një minutë. Çdo rrugë ka interes të ndërtohet. Po. Pra edhe një rrugë midis dy stallave, një rrugë midis dy stallave, bën që pulat ose jo s'ka problem. Të rrëshqiti të përmbyt edhe ty o inxhinier. Tani ka një. Ku uja aty se ç'a të bën ujë? Është lidh me tapa. Nuk e kishe bërë mirë atë skarpatën aty. Patjetër. Atëherë ç'ndodh? Edhe kafshët do shkojnë më mirë, por nuk është prioritet.
prioriteti dikush është, Po? ju shkoni në Prenjes, ngjitesh në Qafa në kodën 950 mos e mijë. Po? Ky është pjesë e koridorit 8. Në vend të bësh një tunel 3 km që e ka bërë periudha Enver Hoxhës për Ekurudhën, dhe në mënyrë që rruga të shkonte në mënyrë horizontale ose fushore, të zbrisje të shkonje direkt në nivelin e 650 që është liqeni. Në një segment tjetër, Po, gradesit. mund të komentoni? Nga këto që janë me defekte aktualisht? Faktikisht, rruga Dibrant janë një krajinat më model në Shqipëri, në fakt, nuk i njajnë beratëse, unë mblodhën, thamë, ne duam që të votojmë në ndërtoni rrugën e Arbërt. Po? E ndërtuan, shumë mirë bënë. Po ajo rrugë kalon disa basene dhe shumë e vështirë. Me gjithë, po shumë e vështirë. Po nuk ka faj... Jo, natyrisht që e pare e këtë tunelit e kanë faj ndërtuesi direkt, pa tjetër. Atja abuzohet, janë punimet maskuara. Dhe këto... Kam një pyetje drejt për drejt, inxhinier. Si mund të abuzosh në një tunel një inxhinier, qoftë ai projektues, qoftë ai zbatues, po edhe një punëtor, si mund të hedhësh më pak beton në një tunel? Nuk është hedhin pak beton, po këto në fakt kur bën ndërtimet në periudha vere, Po? të krijojnë përshtypje dhe këto formacione dhe këtyre terreneve në dy anë, kur punon në verë, terrenet po si pa një sy geologu, këto në fakt thua që terren më të përshtatshëm më të mirë nuk ka. Faktikisht në funksion të strukturës të ngopen me ujë fiton një peshë vëllim më të madhe dhe pos që plani rëshqicë ato dhe qoj me shkarkojnë rjedhin edhe mani për para gjithë shka. To i njifen. E kuptova. Foto tjetër, kanë mbi çka... Kurse për gjitha këto pyetje që më bëni, unë për të dhënë një përgjigje eksaktë, mos flas si komitet partije, se shtosim dhe direkt, detyrohem të isho në vend. Dhe për këto, i kam parë disa herë për të dhënë këto që u thash. Foto tjetër? Tani, ky është rrjeti rrugor i Republikës Shqipërisë. Në çfarë gjendje kemi ne rrjetin rrugor inxhinier? Atëra ai që mungon këtu është kalimi nga kryeqyteti. E para njëherë Tirana ka një skemë heliocentrike. Sabotimi fillon që nga Tirana. Se faktikisht po të jap një shembull konkret. E ndërtuan një shesh me një gung atë, me një lartësi në qendër Tiranë. Sheshi Skënderbej. Po. Dhe faktikisht juve, për arsye arkitektonie ndërtuat, është detyra juaj. Por ju keni bllokuar qarkullimin e mjeteve. Pra mjetet që vinë nga Zogu Park, nga rrugë Durrësit, rrugë Kallë. Si botës nuk kalojnë mjetet në qendër. Një minutë. Ta çfarë mendim po flas për gjendjen aktuale. Po s'kalon, këtë po thonë në qendër nuk kalojnë mjetet, ku janë downtown nuk ka qarkullim. Shkruan në 2017 për të bllokuar kalimin qendër, prefekte funksionale ose them mjedisore dhe shlodhje. Unë kam parashikuar të 17-ën, le që e morën këta që do bësh kryetarëve këta të PD-s, që 17-ën që këtu duhen 3 mbikalime. Pra, nën kalime. Juve mund të bllokoni sheshin, po ti ke bllokuar qarkullimin e lëvizjes. Bëra një javë matje të Toptani, te La Plaza, intensitet e mjetëve dhe ky shesh ka paralizuar qarkullimin e mjetëve. Që gjithë mjetët bllokohen dhe futen ke rrugët Tore Drinit, e jo me andrimin. Gjatë ditës ka një intensitet që shkon mbi 25 mjetë. Tani, këto blokime transmetojnë konvejer, transmetojnë konvejer si të mund blokimet. Dhe mi madhe është ke Zoguzi dhe 21 dhjetori, që besojnë të ardhmen do të se kanë të bëtë në mbikalim o nën kalim. Nën kalim. Po. Por, fakti që që ndodhë, po t'ja prapë... Jo, pse lidh me rrjetin rrugor? Tani lidhe me rrjetin rrugor. Ajo që unë ngritën me të madhe me një farë koridori që në rrugor ose boshti jugun, të cilë doktori e përvetsoj, i ndryshoj emrin dhe sabotoj. Doktori e ke fjallë për Berisha? Po, personalisht, po. Pse, që bëri Berisha? Një minutë të lutëm. Jemi në Elbasan. Po? Në regullave. Nga Elbasanin në Berat, është 60 nga kryqëzimi, e 60 km. Nga Beratin me Malije, është 24.5 km. Me këtë koridor, qendror rrugor që ishin nga 3 segmente, për Tiranë e Elbasan ishin 2 variante, u bë ky,
Për variantën poshtme, këta nuk e vazhduan të lidhin Beratin me Elbasanin. Është një rrugë fushore, duan jo më shumë se 28 km. Atëherë, Shqipëria e gjithë vërdallën i vjen do shkojnë Lushi, do shkojnë Rogozhin, pastaj do shkojnë Elbasan. Pra, sot nga Tirana, deri me Maliet, udhëtohet 200 km, një kohë, lidhja e Beratit me Elbasanin, që duhet 20 km, lidhja e Beratit me Maliej, që duhen 24.5 km, bile 20 janë... Dhe kush e bëri këtë? Nuk e kam bërë. Jo, kush e bëri këtë deviacion? Faktikisht, jo nuk është deviacion, po doktori e futi si program, Po? Boshti Jugut. Dhe pasaj po të struktura që e varë se sabotuan. Do ju po thoni që si ajo sindroma që gjithë fajnë e kështë dhe po s'kishtë në Verogja, thoti? Jo. Korridorin që në rigor ose Boshtin e Jugut e ka sabotuar personalisht doktori. Njeri s'ka kushin nga problemet, nuk e kujti drejtohesh, më vjen shumë keq. Dhe kurse Bashkia e Beratit nuk ngjason me atë Dibrës ose me Dibrand, as me Korçarët, që kanë investuar 500 milion euro në rrugët e tyre, ndërsa Berati nuk lidhet dot me Elbasanin për 20 km rrugë dhe nuk e zë në gojë se ka thënë doktori dhe nuk lidhet me Malin, se njëri thot ka tunele, njëri thot ka galeri. Ajo s'ka as tunele as galeri. Nuk janë çështje të pushtetit lokal, këto janë çështje të pushtetit qendror. Problemet ngrihen nga poshtë. Po nga poshtë janë poshtë, po ja ka ngritur skrapari im atje, po shko si ka ngelur. Do të thonë, nuk çon ndonjëherë inxhinier, po unë këtë gjë do ta them sot. Kjo është harta e Shqipërisë. Si ka mundësi kjo krajinë, ky rreth, ish rreth, është i vetmi i palidhur. Do të thonë, shkon në Çorovod dhe kthesh mbrapa. Nuk ka është premtuar rruga Çorovod Përmet, Çorovod Korç, Çorovod Gramsh. Dhe nuk është bërë as rruga Berat-Çorovod, që është e vitit e 1 maj 1948 e ka përruar Enver Hoxha. Çka ka ndodhur me këtë? Atëre, këto që shtroni ju janë të vërteta. Janë të vërteta. Këto që shtroni ju dhe njerë janë të vërteta. Është dega me prapambetur, është strategjia e rrugëve shqiptare dhe porteve, të cilat sabotojnë direkt ekonominë shqiptare. Edhe kjo rrugë? E sabotojnë direkt. Nuk është vetëm për njerëzit të izoluar. Jo. Si e sabotojnë? Konkretisht. Rruga primare aty që e para që duhet të bërë është rruga Berat-Çorovod, e cila është konceptuar dhe bërë fizibiliteti që në 2003, 4, 5. Po pse nuk u bë? Një minutë të lutem. Grupet e rrugëve që drejtojnë sot, që ka qenë rreth pushtetit dhe vazhdojnë të mbeten akoma, duan të ndërtojnë rrugë të ekzistuese dhe nuk projektojnë asnjë rrugë të re, po bëjnë ndërtime dhe fizibilitete për rrugë të ekzistuese. Aty ku është? Aty ku është. Atëherë Çorovoda kërkon urgjent rrugën Berat-Çorovod në shtratën e Lumit. Është stratëri. Po, në këtë konkluzion ka dhënë arritur dhe disa vite më vonë një grup me Andrea Lakon. Mbasi u ballafaqom sa i do të ftoj kur ta mbrojmë se ata kishin bërë studim me këtë shtetit. Qartë. Po nuk u interesuan më. Dhe çu bë? U ndërtua rruga kur ishte president Ilir Meta, u ndërtua rruga Çorovod, ekzistuese është te fusha e Druve, mos e dini, te Ure Llapanjë, gjithësh në Rrogë, në Çepa, në Prisht dhe kërkojnë ta lidhin Përmetin, duke kaluar në kreshtën e maleve që del në Prisht sipër kalon në Sevran, në Bejkollar. Ky lidhje nuk bëhet sepse përmetarëve nuk i ka lënë mendje që janë në kuotën 240, do ngjiten në kuotën 800 të zbresin në Rrogë, të zbresin në këto tani ç'ndodh. Janë pikërisht këta rrugash të rrugëve, se nuk më lejohet të them. Rrugash të rrugëve, rrugash të rrugëve, të cilët më kanë ndjekur nga mbrapa dhe atje në fakultet për të pushuar nga puna. Ç'a thua? Po, pse? Po sepse unë nxorra një lidhje që Tirana mund shkojë në jug me korridorin qendror-rigor, Boshtin e Jugut. Sabotuan. Dhe Beratin edhe aktualisht sot, në vend të shkojnë në Elbasan me 60 km, shkojnë 120. Në vend të vi Tiranë me 80 km, rrojnë 120 km. Tani, ju jeni duke thënë që këta rrugaç të rrugëve ju kanë kërcënuar ju? Nuk kanë kërcënuar mua. Po çfarë? Por këta në fakt... kanë penguar? Jo, më kanë penguar. Këta kanë sabotuar vendin tonë. Po janë grupe që janë lidhur me pushtetin, që në Tiranë. Kush janë këta?
Po janë tani ne nuk jemi këtu, Po janë biznesmen? po faktikisht. Jo më janë projektues rrugë, janë projektues rrugëve janë inxhinier këta. Ore këta nuk Çfarë interesi kanë këta? Interesi kanë që mos të bëhen rrugë të reja, po të projekte rrugëve që kanë shumë para të bëhen rrugë të ekzistuese. Dhe rrugëve ekzistuese po të vesh të re. A janë gjithë kthes? Po jo, rregullohen kthesa, të përmirësohen, po nuk të prodhosh ide është gjithmonë vështirë. Faktikisht shiko. Ju fakti keni emision privat apo jo? Në rregull? Në qoftë se ju nuk prodhoni... Gazetaria është private, nuk është shtetërore. Atëre, në qoftë se ju nuk prodhoni ide, dhe nuk prodhoni emisione që të rrisni shokushmërinë, në rregull, ju do vini ditë falimentoner. Po sigurisht, po s'na pan, ikëm. Kurse këta kërkojnë që rrugët dhe projektet të mbesin po kjo skema që kanë qenë të kaluar. Dhe tuneli Llogoras është një projekt i vjetër, është antikomtar dhe do përfundoj stallat e baktive për dukatin. Stallat e baktive ke fjalin, do mbyllet? Po jo do mbyllet, do mbesi bosh, se nuk ka interes kaloj njeri. E do futen baktit atje? Po dikush do futet atje në mënyrë figurative, për të streuar. Tani, se... Po tani më vjen keq. Jo, tani Jo, më vjen keq. I shkoni njërë ke fushë Ravenës, e do thoni aman ordi, këtu të vdeset varrosen, po sepse është një vend shumë i bukur. Okej, tani vim këtu, do dhe një nga problemet ju thatë që është izolimi i Skraparit. Skrapari i ka rrugët i ka bërë natyra. Pra, shtrati Osumit është një shtrati stabilizuar. Dhe projekti që paraqitet është vetëm 2 segmente, 8 km mbesi nga rrugë ekzistuese. Mbet pjesa e Bogovës, Po? në rregull, dhe ka krukfush. Ka kruka? Po, edhe rruga është 50 fushore, në Çorovod me i shpejtësi 80 km shkon përgjithësore. Tani një gjë nuk kam kuptuar unë. Tjetër, për të shkuar në përmet, E thatë ju më përmet. ata që bën rrugën e Ilirë që nuk e di që jo argumentuan Ilir Mete, thanë shiko, nuk ka... S'ka mbaruar e? Asa jo s'ka mbaruar? Po që do mbaroj, po s'ka interes. Po në Korç, Çorovod Korç? Do të shkalojnë shtratën e Osumit. Edhe jo? E ka bërë natyra shtratën e Osumit. Tani, po rruga që u proklamua në fushat, që u premtua, Çorovod Gramsh, edhe kryon ju naz Gramsh, Berat, Skrapar, dhe ajo që mua më bën përshtypje inxhinier është që si ka mundësi ky Skrapari i izoluar, më dëgjojnë ata që na ndjekin, Mimar Kasemi ishte nga Skrapari, 7 herë krye arkitekti Perandorisë Osmane, 7 herë inxhinier, dhe krahina e tij, Skrapari, nga ishte ai, është izoluar. Po, ndoshta ishte parakoshme atëherë. Ai mund të ketë qenë burr i mençur dhe po ka qenë i pamundur për ndërtuar. Megjithatë, Po jo, në atë kohë ai bëri një urë sigur e Kasabashit që nuk e ka rrezuar lumi po akoma atë. faktikisht Ka 500 vjet ura. nga me që po prek rrugët, nga Gramshi për të shkuar në Pogradec, në këtë më fal në Çorovod, është bërë rruga e Qafës Devris. Dëvris, po Që ulesh kalon poshtë. 1150 deri në 1340. Ulesh poshtë. Po ajo është në lartësi, po kjo është bërë nga turqet me kaldrëm. Kjo rrugë. Rruga e karvanave qoftë. Po, për të dalë edhe unë fakt kam bërë dhe një skic për rrugën e karvane, po këta që flasin për rrugën e karvane nuk di ku kalon, unë e kam bërë skic. Edhe unë ka punuja 2 ditë. Ku kalon ura e karvanave? Nga Çorovoda në Dëvri? Atëre, zbret poshtë. Jo, e nisim nga Çorovoda. Po, nga Çorovod. Nga Çorovoda në Dëvri. Po. Po pastaj? Zbret poshtë. Në Zaloshi? Në Kërpicë, jo. Në Mëlov? Jo. Ku? Janë këto në spasura. Rruga zbret në drejtim të Kërpicës. Zbret poshtë, zbret të Devol, zbret të Tomorric. Po? Nga Tomorrica kalon Devol. Po jo në Gjerbës, nuk kalon në Gjerbës. Shiko, këto që thonë këta, se unë kam parë në emision, kështë një tjetër, te që tha, unë do bëj rrugën, nga Potomi, tha do dalë në atyre fshatra që thua, që flisë të juve, Zaloshje, Mëlov, po i bi për shkurt, Ujaniku është më poshtë. Jo, Ujaniku është më lartë. Më sipër, po në kuptimin lindor. Jo, Ujaniku është rrës të Tomorit. Në kuptimin më falë që perëndimor, më falë. Atëre, Vlë, Gradec, Vlush, Potom, Panarit, këto nuk kanë asnjë interes, lehtëton ta ka interes turistik. Dhe interes ka që Çorovoda të lidhet me përmetin nëpërmjet rrugës që shkon në fushën e Ambullës, në rregull, mas i kalon në Ambull të futen në projnë e Malindit, mos të ngjitet në Sevrën lart, mos të ngjitet as në Bejkollar, po midis tyre kthehesh Odriçani, të kalon në mes
kalon në kodën 500 diçka të tillë, e kalon në përmet. Pa kaluar në qafë prishte që thonë këta në... Gjatë regjimit komunist, pse e lanë të izoluar Çorovotën? Dhe për shkak të industrisë ushtarake dhe të... Jo, nuk e besoj, është lidhur me mundësit. Çorovota ishte kryeqytetar absolut. Janë të lidhur me mundësinë ekonomike. Por faktikisht pak të rrugë Çorovot, që është bërë nga stat pashtoplani me të shtatën që është përmisuar, që është përmisuar rruga Çorovot përmet. E Çorovot Berat. Berat Çorovot? Po. Nga kush është bërë? Është përmirësuar. Ajo ka qenë gjurmë ekzistuese herë. Nga kush ka bërë? Është ka përmirësuar e sat pashtoplani. Si në 1940? 7. 1907? Po. Pa u themeluar shteti shqiptar? Po ti ka jetuar shteta, pa i fakti po. Po ç'ne 1907? Po. 1907 po. Pashtoplani ka bërë rrugën Berat Çorovot? Ka ndihmuar, ka përmirësuar segmente ndryshme. Siç ka bërë rrugën Berat Lushi. Si e keni të se ka marrë dhe gruan. Po, fakti mund të bie me dërgoj adresë email dhe të dërgoj kronikun e rrugëve të Shqipërisë që ka bërë Turqia, duke filluar nga 1880. Sa rrugë na la Turqia? Sa kilometra rrugë në 1912-ën? Para herë Turqia, unë nuk mund ta them kështu me kilometra po ti mbledh, por Turqia në fakt nuk është se është interesuar të zhvillohet Shqipëria. Por në 1883-shin regjimenti më i madh ushtarak ishte në Manastir ose në Manastir. Dhe aty ka qenë i madh i ushtarak, ka qenë një Ahmet Eyüp Pasha, i cili ishte mbaruar në Sorbonne, po në San Siro të Francës. Kishte mbaruar për xhenjer. Dhe për të mbritur Bregdetin, këta bën rrugët nga Manastiri, që bën rrugën e Korçës që kalon në Erseka, që del në Përmet, që del në Gjirokastër, qafën e Muzinës ta e kanë bërë. Po. Rregull. Pastaj bën rrugën përmet për shkuar në Tepelen. Ata kanë bërë dhe rrugën nga Gramshi që del për të shkuar në Çorovot. Nuk është se kanë bërë rrugë. Këta Beler rregulluan rrugën në Shkodra në Tiranë, që ka qenë monopate, që është luginë fushore. Kjo është, unë kam zjerë të historikë se kemë dhënë në mësim. Okej, kam i pyetje inxhinier. Kush ka bërë rrugë më të mira dhe i ka shërbyer rritit rrugor të Shqipërisë? Qeveria 8 vjeçare e Sali Berishës apo qeveria 13 vjeçare deri tani të paktën e Edi Ramës? E para një nuk mund të them këto, ju në fakt keni një natyrë matematike ose ekzekutive si gazetar, doni t'i ndani gjërat, a ka mundësi të më japin shifra konkrete për këtë punë? Gjëqet cilët që unë nuk mund të ndaj kështu si shtoni ju. Ajo që unë kuptoj është që si qeveri e mbarshme dhe kjo janë qeveri manipartiake, janë grupe që punojnë pa një strategji. Dhe ai atë që drejtonte vetë rrugën e Kombit e bëri, në rregull. Ky ka ndërmarrë disa iniciativa, po të cilat ato nuk i çon deri në fund. Ekipet që kanë thënë me nivele shumë të ulta nuk e shfrytëzojnë ekzistuese. Dhe degenerimi që ndodhe këto abuzimet, që janë gjithë janë një vazhdim i një drejtimi shtetëror të mëparshëm. Kjo është de facto. S'ka dallime rrjeti rrugor gjatë kohës Berishës me jo, faktikisht këta kanë bërë në drejtim të rrugëve të brendshme, arredimin e rrugëve të brendshme, janë bërë gjëra shumë pozitive. Ku cilat janë shumë? Ja, për shembull në Tiranë, ka një ndryshime shumë të mëdha. Kë vlerësoni ju? Unë tani faktikisht në gjithë ndarjet e brendshme, organizimit të vizimit në drejtim të strukturave që shoqërojnë. Janë rrugë të mira? Po, janë në krahasim me ekzistuar janë shumë cilësore. Tjetër, po rrugë të jashtme, shumë rruga e Kombit. Ajo është një lidhje me rruga më mirë, ajo është? Jo, nëse cilësi nuk e di, po është një rrugë shumë e mirë. Këta në fakt e përmirësuan dhe më tej me këto ndërtime të bërë. Por faktikisht me që juve keni alte shpenzimet janë bërë, në Shqipëri ka gjithmonë ca piramidat që vazhdojnë. Konkretisht, u ndërtua teci Vlorës. U harxhoi 240 milion euro. Jo 100. Ai s'punoi as i ditave. Unë kam bërë një artikull 2005, në ky tec s'ka për të punuar as nder. Teci Vlorës o tsunami i Elmit. Ky s'ka për të punuar as i ditë. Tani ty të dalin këto? Ja pra, ky s'punoi. Jo, e di pse bëj eksperientë, se për atë tuneli me 3 me fare. Tani po ta them prapë tunelin. Do bëhet stall. Ai do të mbesi i pashfrytzuar.
Stalla është simbolike, u futën kafsha, u futën magazinë, nuk do mbesi sepse ka dhe një gjë. Dhejti juve, që jeni nga Vunoj, këto janë në kuotën 300, në rregull apo? Mos jam nga Vunoj, Jo, në qoftë se do të jeni nga Vunoj, si pasager. Do të zbresh në palas në kuotën 290. Vunoj është kryeministri. Po. Do të ngjitesh në kuotën 425, do zbresh prap. Në qoftë se do ketë një tunel poshtë, ti zbret direkt edhe nuk e pse ngjitesh. Tani, unë edhe njërë këmë të pyetja ime, cilët janë rrugët më të mira që ka Shqipëria, me këtë rrjetë që kemi ne? Po nuk është se këto janë të kompletuar, po përgjithsisht... Ja, foton tjetër, sepse aty janë edhe me kategorizim të rrugëve, këtu. Ja, me A1, Sh1, A2. Shiko, Shqipëria është një vend të reformim. E ju keni lëvizur dhe jashtë. Se bëre pamin ashtu të fytyrë? Po sepse nuk është në edukatën tonë që t'i mbarojmë gjërat t'i bëjmë mirë. Dhe të gjitha këto që ndodhin, janë mungesa e një cilësie. Ata kanë bërë ndërtime të kaluara, veprat e artit, po si nguli atje ku duan do rrshqasin. Tani, për gjitha ata që na ndjekin, çfarë është rruga Sh1? Po faktikisht këto janë A1, A2, janë standardet e rrugëve, standardet evropiane. Po jo, çfarë është rruga Sh1? Është lidhur me dimensionet. Sh1, çfarë do të thonë, vetëm 2 kalime? Po, është me 4 kalime. Me 4? Me 4 kalime, po. Dhe ne kemi një, do të Sh1, po Sh2? Është mund të jetë me 3 kalime, me via... Po Sh6 thotë atje? Sh3 njërë? Sh3? Po nuk e di, këto janë simbolit që keni veri ju, kush i ka vendojtë? Unë i kam marrë nga këto manualet, nuk i kam... Po A2-shi, A1-shi, A2-shi? Tani kanë një A1-shi, është nga më të mirat, është me 4 dhe me 6, dhe shiko, varet nga numri kursive që shërbejnë. Po kjo A1-shi është me 4 kursi, minimalje. Minimal, po A2-shi? Po është me më pak, ka 3 kursi, ka dhe kursi shërbimi. Po me jetë, në qoftë se unë të dërgoj të gjitha këto prerjet e këtyre me mërtesat, varet se si ka vënë këto e mërtesat. Foto tjetër? Nuk është se kjo tregon e gjë. Për shembull, jo rruga, tani kjo... Ja, këtu tani ma shpjegoj këtë se këtë ma dhat ju. Atëre, ky është tabel e pjesë e fizibilitetit të rrugës Berat Çoravote ndërtuar në Lum, në shtatën e Lumit. Ky është projekt? Projekte dhe fizibilitetit. Unë e kam bërë. E keni bërë ju? Po kam studiuar komplet Beratin. Jo. Po pse? Unë i kam kryer me shpenzimet e mia, e keqja më e madhe, se unë s'kam qenë lidhur me këto partitë, të lidhura me këto sistemet. Po çfarë ke bërë ti pasaj këtë? Tani ka një gjë. Unë duke qenë se njoh Fosumin, ju keni jetuar në Berat, jeni nga Berati? Atëherë unë kam marrë edhe shtatën këtu. Në Tiranë? Po, jam autori që vendosës së Remës, janë mbytur 82 fëmijë për 35 vjet. Ku? Në Berat, ka qenë një Rem, që ti vjen i larg. Rem është Ajo Rema që kalon dhe i kanali Ujtit që kalon dhe lagje. Janë mbytur aty? 82 fëmijë për 35 vjet. Mbytur 3-4 fëmijë në vit. Do të thënë afër Gurës Goricëse? Jo, ajo del nga Diga. Po. Në vitin 47. Po. Këta e ndërtuan në bankin e Lum, kanal me 5 metër kub ujë. Si thon Rem? Po Rem është Turqia, Rem ujë, do të thonë mbetur dhe mbetur, kanal ujë. Rrjedh ujë. Po kjo në fakt për 30 vjet u zmadhu laja 2 fish dhe kjo mbeti në mes. Atje ke mësuar dhe not dhe çdo vit mbyshin 2, 3, 4 fëmijë 12 vjeçar. Po. 82 fëmijë të mbytur? Janë të mbytur. Në sa vjet? Në 35 vjet. Dhe në 84. Po çfarë bëni ju edhe ju pas keni qenë edhe ju të kosen veri, mos u mburrni kot tani se. Po faktikisht unë kam punuar në ujëra nga 78-ën, kam qenë kryeministër deri në 93. Po pse e la pasaj vetë? 1 minutë. E hoqëm në Rem. Kur? Më falë që unë kam hequr 86. Para 90. Atëre, unë mbyll një maket njërë, se këto kanë histori, se kotë nuk të lënë, kam qenë kryeministër pa qenë në parti, pa mbështetje. Realizoj një maket Berati. Po Berati është një qarkë rreth shumë i bukur, 5x4, për cilin janë shërbyer dhe 100.000 lekë, sa 2 televizore gjysmë, që nuk është pak. Mi po duke i bërë ato maketet me shkallë, to mori ishe 6 cm, me ngjyra, me yret në urën e kuqit, Berati është shumë i bukur dhe i dallueshëm, me shpiragun, deri matan, deri afër Bogovës. E bëj me ngjyrë këta, sa e pan, me gjithë e vajtën letra, po prishën dhe ti pati dhe shumë letra për të punë. Ta ke marrë në qojnë sallën e Progresit dhe gjithë ata që vinin nga jashtë, në qendra Tirana, të thoshin do bëjmë këtë rezervor, do bëjmë këtë rrugë, do bëjmë këtë, pra kishe një diçka konkrete. Masat e dalën me propozimin e për të zhvendosur Remën. Dhe Berati që është zmadhuar, sot zgjeruar, është pikërisht është projekti im dhe këtë shënuar në libër, në botim.
letrat që kanë ardhur për mua që mos zhvendosesh Rema të ngjethet misht. Pse? Dhe këto i dërgonte. Unë bëra projektin që Rema do ndërtohet në Lumë, instituti, një burr i vjetër, kjo është Savri Naço, ndërton që Rema të ndërtohet me kanjë dhe me lule. Mi po projekti kalojnë nëpërmjet ujrave. Normal ujrave, pastaj ndërtoheshin. Kushdo që ishte. Po. Unë kisha bindur komitetin për 2 vjet rresht, janë mbyllur edhe 5 fëmijë të tjerë. 5 fëmijë të tjerë. Ato projekt nuk e Po si pranuan. pyeteshin fëmijët? Sa Tani thonë se ne kishte aty jemi rritur faktikisht dhe aty i kemi mësuar nodhin. Kur lahesh aty ishte me kokë. Po. Kur e shef nga jashtë, lëvizja e nodhit duke shumë e thjeshtë se ka dhe një farë pjerësie. Mi po shnodh, për të ngjitur, ka sa vështirësi. Dhe në që po, sepse kishte dhe dhera, ka dhe barë, po ka dhe në një mushkonjë, po ka dhe në një zhapik, edhe fëmijët edhe tremen. Po nuk u ngjitet dot, detyrohesh të kalosh ke çikrikët, mos e ke parë disa çikrik të mëdhenj. Dhe një fëmijë se shfidhshin me kurajën për t'u larë, ku futesh brenda një farë freski e ka, dhe këto fenomene që mbeshin çdo vit 2 ishin pak, po mesatari... Po jo pse mbytesh ai, çfarë nuk kapësh dot atje? Po nuk kap të rëshqet edhe... Po në minota është që duhet t'i edhe dikush që ta nxjerri. Dhe unë kam nxjerri unë pak se 22 fëmijë të mbytur. Ke nxjerri? Po sepse që ndodh. Këto janë të vërteta. Wow, bravo. Tani shoh ndodh. Po nuk është se kam nxjerrë, po nuk kam shtuar 22 fëmijë, kam nxjerrë të mbytur, jo të shtuar, se unë kam qenë aty. Po që ndodh? Ure unë më them sa ke shpëtuar, jo sa ke nxjerrë kufoma. Unë kam qenë drejtor normal dhe nuk shtoja fëmijët. Fëmijët vinin grupe shokësh, hidhshin atje mbyteshin. Do të thonë ti 22 fëmijë ke nxjerrë të vdekur? I kam parë, 1 minutë lutem, 1 minutë se po e bën si dramë. Tani ka dramësh 82 fëmijë, dramësh janë të mbytura. Po bravo. Tani ka dhënë. Për të gjetur fëmijën e mbytur, ne na duhesh vetëm 2 orë se ulin digën, dhe gjeni me herë. Ase do të ulesh niveli. Ule niveli ujit. Mirë, po për të quar ujin prap, detyroheshim ja 30 veta se fusin njerëz brenda dhe uji do çohesh nga lumi, nga mbyllja e digës, mbylljes që ndodhin fatkeqësi domethënë. Ky problemi ishte që hapja dhe mbyllja e digës bëhesh me urdhër. Unë propozoj që kjo Rem të largohet. Të dërgosh letrat që ka dërguar ky Savri Naçi, të ngjethet misht. Po pse të ngjethet misht? Po sepse ata shkruani kështu. Ku e gjethet të bie të deklasuari gjatë pirës të popullit që e mbani Kryqëzgjinën do mbytet Berati. Më ka çuar deri ka Ramananku, lën komitet partisë, komitet ndek bank. Çfarë ishte Ramananku? Ka qenë përfaqësuesi shtetëror dhe ministër ndërtimi. Ministër, po. Mi po më kisha mbështetjen rrethit të partisë, kështu që kjo më mbikalua derisa në fund i tham që ky projekt nuk do bëhet i jetë, po ose do bëjmë to vizatimet bashk, ose projektin do bëj vetë se projekti nuk është i vështirë. Është një arkitekturë xhavori. Qartë. Dhe ajo u zhvendos. Dhe Berati është zhvilluar sot. Po ç'ka bëjnë njerëz të vegjël? Sot i kanë dhënë emrin e rrugës Lumit, emrin e Savri Naços, i cili është autor për mbytjen e 5 fëmijëve dhe letrat që ka dërguar ai po mos zhvendoset Rema të ngjethet mish nga tekstet. E kuptova. Tani ju bët këtë projekt për rrugën Berat. Kam bërë dhe për Berat me Malije. Unë kam trajtuar komplet Beratin, faktikisht me që një fshasë. Po e njoh përmend si nuk mbroje dot projekt në Institutin e Faradinogjës. Tani pyetje ime është, pse nuk u mor parasysh ky projekt i yt? Këta nuk duhet të dinë gjë fare për interesa kombëtare. Këtu pos që i lidhur me grupet, na kryetar bashkie, ministro, nivelet e tyre që kanë grupet e infrastrukturës, je i paralizuar. E ke fjalën për rrugat të rrugëve? Po ata shteti shqiptar ka li, por ata kanë interesat bëj rrugë të kësuese pikë mohabeti. Po më thuaj çfarë rrugë tërë kanë bërë këta? Sa minuta me këtë projektin, sa minuta bën Berat Çorvot? Ore, kjo është rrugë fushore as gjysore. Jo, sa gjysore është maksimum me 80 km. Po e ke rrugë fush 40 km, më jashtë 41, jashtë 89. Po është rrugë fushore më. Foto tjetër. Më fal. Po kështu fushore është dhe rruga Berat, është sek, ashtu Çorvot është sek. Çorvot është sek. Ndiq rrugën e ndiq atë shtratin e Usumit. Del në sek. Pa si veprat. Kanionet. Kanion. Jo. Kanionet janë të mbikaluara sepse ti kalon paralel në rrugën të fushës Druve. Po. Kanionet faktikisht unë njoh mirë se kam hyrë disa herë brenda në pika të caktuara. Ke vajtur atje? Janë një vepër natyrore këtë. Ke qenë 6? Urdo? Te ngushticë 6 te kanionet? Unë këtë emërtim nuk e di. Se është ajo pjesa më e ngushtë. Tani unë kam hyrë dhe te kanionet e Gradecit. Tani do të pyesë për këtë. Tani ai lumi Gradec ose lumi ne e quajmë Guhaku.
Banorët e Çorovot, i thënë Guaku se është burimi aty. Është pjesë e Vlorës, po kjo është e vërtet. Po ky lum, më thoni diçka, ka përveç urës Kasabashit, se është ura e Ka Kasabashit. fare asnjë vepër tjetër. S'ka tjetër. Po s'ka, ai ngjitet edhe deli vazhdon deri në Vlu, shkon sipër. Kjo është bërë dhe hidroshëntarit, si unë fitova bonus. Unë e njoh mirë Osomin, kam lënë. Aty çfarë mund të bëhet aty? Aty çfarë mund të bëhet? Mund të bëhet vepra arte kështu arkitektonike, po O kamioni Gadecit është më i bukur se është shumë i thyer. shumë i thyer. Është tmerrse që thyer. Kanë vajtur alpinistët. Unë kanë hyrë ata në 76 e kemi hyrë dhe ne kemi dalë në darkës, dhe gjesëm brenda. Çfarë thua ngecët aty? Po ku Dhe do? gjesëm është tmerr, nuk e imagjinoni kështu. Atje në fakt ke po të shohësh nga brenda, Po? të ka dalë dhe mermer. Ka plane të pjerrët, Po? ka plane të pjerrë 50-60 metër, 100 metër, masiv pasi qari, që janë formacione të forta ngriqërore. Ndryshon nga kanionët e Osumit? Besoj janë më të roduara kanonët e Osumit, kurse këto janë masiv më i pasur. Janë më të buta këto. Këto janë më të buta, përderisa janë qartë. Ndërsa Jo, janë më Gadeci masive, aty kanë dalë dhe mermere, ka marrë vesh, po ashtu janë formacione të pasura. merr në Mesat kam dëgjuar që në atë korris janë gjetur dhe formacione gurë shumë të mira që e futur Tani familje mermere. dua një koment të ndërpres, se dua një koment, ka bërë një deklaratë ministri i mbrojtjes Piro Vengo, kemi një rritje të fondit të investimeve për infrastrukturën parandaluese. 18 milion euro, 8 milion euro janë të dedikuara, janë në zbatim me sipër. Vazhdojmë të mbështesim pritat lumore për gjatë lumit Shkumbin. Pjesë e mirë e financimit shkon në këtë drejtim që të kemi mundësi të parandalojmë rrëshqitje apo dëmtimet nga gryret lumore në të ardhmen. Pra, lidhet gjithmonë me prishjen e rrugës Librash-Rrenjas. Dhe ministri i mbrojtjes thotë po investojmë në pritat lumore në lumin Shkumbin për të parandaluar gryrjet. Si e komentoni ju këtë? Jo, më duket shumë e drejtë, po që se kjo kombinohet dhe me infrastrukturën, sepse koridori Librash ose Elbasan Prenjas është arterje kryesore. Është një vepër që ka interes. Kjo do të shërbente rrugëve. Do të shërbente? Po. Është shumë mirë, është gjë e mirë. Jo, gjë shumë e mirë, po varet se do të marrësh një herë se Kiço Goga ose Dhimitër Vogli, që ti marri ti drejtoj këto, të kombinuar, se këtu fillojnë nga momenti që del fondi, fillojnë interesat, sepse kanë goxha lek këto rrugët si projekt. Okej, për ta mbyllur pjesën që po diskutonit, për pjesën e Gradecit aty, ju mendoni që rruga Çorovod-Gramsh do jetë ngjitje në dëvri apo do në Besoj nuk ka interes. Nuk ka interes? Nuk ka interes në Çorovod-Gramsh. Çorovod ka interes. Po thatë ju inxhinierët s'ka interes, e izoluat atë popull. E shkatërruat atë popull. Atëre, rrugët janë prioritare. Ta të thamë që çdo rrugë ka interes, e rrugë dystallash. Rrugët prioritare janë në shtratën Berat-Çorovod, urgjent. Po. Urgjent. Berat përmet, po në lugin e Projit Malindit. Lështon këta ka rëshqit. Do dhe në Berat-Çorovod përmet? Çorovod përmet. Berat-Çorovod përmet? 80 km. 80 km. Është shumë e shkurtë. Tjetër, me 50 km ti del 54 km del në Korç. Jo, del Korç, jo, del në Ersek. Pastaj lidhesh me Berat-Çorovod-Ersek. Ky është trekëndshi që i jep frymarrje Çorovod. Foto tjetër. Kurse ajo mund të jetë në perspektivë, po nuk ka interes që ti nga 270 që është Çorovoda, që të ngjitesh në kuotën 1150 edhe të zbreq. Tani kjo është një foto e viteve 70. Ku është kjo rruga? Andaj Prenjas? Prenjas është. Mund të jetë. Jo mund të jetë Prenjas, mund të. Tani ma shpjego, kështu ishin rrugët atëherë. Kjo është asfalt, ha? E para, më leo të them dhe i të vërtet. Që? Shqipëria në 45-ën prodhonte 9 milion kilovator, në 90-ën prodhonte 4.5 miliard. Shqipëria ishte vend 90% analfabet. Kështu që ai sistem monopartiak që bëri ato dramat e tjera, ai odhi ose vazhdoi ato i brezoi themelet e një shteti të ri dhe ngriti një brez të tërë që e shkolloi, arsimtoi dhe hapi këto rrugë se s'ka rrugë fare. S'kishte rrugë fare. Po mi këtu më bën përshtypje, 2 kamion shkëmbehen. Shpejtësia ishte e vogël. Ishte e vogël. Specialistët se shpejtësia është baza e po pa mbrojtje anësore, pa gjë fare. Kurse mbas viteve 70, në vend që Evropa që bëri të bumin të bëshin përmirësime, tani kjo tregon që formacioni i gërqërorëve, pavarësisht se është rroduar këtu, është i qëndrueshëm, përveç të një plani rrëshqitës i gurë të Murrizit. Foto tjetër? Jo, i vura këto për të thënë që edhe në atë kohë, nuk se ka pas si rrjedhje rrugore ka qenë skandal tani, flasim. Janë bërë shumë përmirësime dhe kjo është në Librash.
Kujtohet besoj. Më duket se po zbret nga brigada e ushtrisë që më duket që kanë bërë, po zbret drejtori Urës Murashit. Zbret Në Librazh, ë? Librazh. Në Librazh. Mund të Ky këtë murin, e mbaron këtë pengesën se është ai shkëmbi i famshëm jasaj kohe. Rrugë shumë të vështira. Po mirë, një kalim, si shkëmbeheshin aty? Këtu ishin mundësit, jo kishe rrugë 7 metra aty, po është shumë e vështirë, më ulet shpejtësia. Dhe policia rrugore aty. Këtu unë kam marrë në revistë këtë. Revistë në atë kohë. Policia rrugore këtu. Shiko, ka një periudhë që është shumë e errët, sondimi 500 vjetë, la një prapambetje, po është fati madh që ne jemi pranë 3 kulturave. 100 kilometrë jemi nga latinët, nga kultura helene, po edhe nga slavo-jugorët. Në fundit ka një pozicion geografik të admirueshëm. Nuk i e për shembull, po them në Azerbajxhan. Tani një pyetje kam unë. Përse veprat e periudhës romake vazhdojnë edhe sot mbas 20 shekujsh? Kanë ndërtuar botën. Atëherë po t'jap dhe një postulat tjetër. Kemi një foto tjetër që janë gjitha rrugët që çojnë në Rom, se pëlqej shumë atë dhe mbi bazën e saj e komentojnë. Ja presim pak. Nuk e paskam. Okej. Të gjitha rrugët që çojnë në Rom, në fakt të gjitha rrugët të çojnë në Rom? Në kësaj mund të përgjigjem në këtë formë. Po? Atëherë, 3 janë kulturat që kanë zhvilluar botën. Atëherë, është kultura latine, është kultura helene, dhe është kultura e lindje që fillon që nga Kina, që nga Persia, tjera, të gjitha këto janë trajtuar në soprinë e Mesdheut. Qendra e këtij gjithë qarkullimi është pikërisht e dyndje dhe shkëmbim të këtyre kulturave ka qenë në Mesdhe. Dhe latin, faktikisht kanë ndërtuar në çdo vend të botës. Më fal inxhinier. Do të thonë kjo është foto, rruga Egnatia e kalon autobusi Korçiran. Do të thonë nuk e kishte parashikuar askush që në vitin 2026 20 shekuj mbasi është ndërtuar kjo rrugë, kalon autobusi Korç-Tiranë. Atëre, po të shkosh në pjesën e Gjyrës në Librazh, e shej 14 metra të gjerë, me këtë shtresë kalderemi që nuk lëviz. Pse në atë kohë rrugët ishin të forta dhe nuk prishin? Po edhe këtu në fakt si skica bën rregull, trashësia rrugës që abuzohet dhe shtresat përkatëse. Po ndryshimi është se ata që shkruajnë e bëjnë, ne ato si ligje dhe ato projekte që edhe nuk i bëjmë. E bukur kjo është foto historike. Po faktikisht. Po të më vete Egnatia, më të thash që shemë... Ja, Egnatia, ja. Egnatia ka vepra të artit të ndërtuar të paprekura. Qa vepra shka? Tombino, me arti. Me arti. Plotësisht. I thonë 20 shekuj. Po i bie nga 1250 në një Karl Ignatius, mos gabohem. Po faktikisht unë, duke qenë se më ka pëlqyer kaq shumë, e trashëgova ke fëmijë. Te djali. Po patjetër jo, çfarë të linte? Faktikisht është reale. Do të ishe vajtë Egnatia, kjo është mbyllur. Biseduam me gruan edhe vendosën familjen. Po megjithatë, mua më pëlqen shumë kjo foto. Po e tillë është. Ua, kjo është historike. Unë po të shkosh në Gjyrën që është horizontale, mbi Librazh thua si është e mundur. Po jo, okej, si është e mundur, po autobusi kalon normalisht. Wow. Aty kanë kaluar karrocat. Kur është ndërtuar? Po shiko, jeta njerëzore do gjej, se thotë, në fakt, Zweig po Freudi që do gjej një zgjidhje për të mbijetuar dhe ka pas monopatet, nga monopatet ja përmirësuar derisa kanë arritur deri këtu. Po ndryshimi është që ne kemi fat madh që jemi pranë Evropës, shumë pranë, shumë ngjitur. Edhe midis dy deteve. Dhe shtet që nuk ka port në gjithë Evropën ne jemi. Kjo është i krim. Shtet që nuk ka korridor turistik ne jemi. Pse ka ardhur kjo? Kam bindje që ndikimet e shteteve kufi, aq sa janë të mira për shkëmbime tregtare, ndikojnë që edhe këtu mos ndërtohen vepra rentabile. Tani, një nga ato gjërat e bukura që ti diskuton është edhe ishulli mbi Osum. E kam shumë qejf këtë. Një projekt i
inxhinierëve italian në luftën e dytë botërore, që nuk u bë kurrë dhe që zoti Rama në vitin 2014 mos gaboj proklamoi në 3D përsëri nuk është ndërtuar. Ja ky është shtrati vendi ku do të ndërtohet. Tani një pyetje direkte, mund të ndërtohet? Pa asnjë lloj problemi. Po ta vjen me Rosumi e ngres gupthi. Më falni çik. E para njëherë unë te kjo shprehje që ke thënë dy herë shoh dy gjëra. Çfarë shikon? E para njëherë shoh një gazetar të ngrohtë e ëmbël të komunikueshëm, po një gazetar që re thret geni i preardhës janë prepotencës dhe arrogancës Karpaliut, më gjithë e merr. Po shoh dy gjëra. Di pse e thash këtë? Kam qenë dëshmitar fëmijë kur ka ardhur Rosumi dhe e ngriti gjithë qytetin, e shkatërroi rrugët e qytetit ku i sjellsin dhe mbushnim ujë, shkonim në kanion mbushnim ujë, se s'kishte ujë qyteti më. Gati zgjati një 20 ditë, një muaj fare. Dhe kur mendoj një ishull aty në Osum, them kur të vijë Osumi me ata gurët, që vinë me gurët, gjithë peshqit ngordhën nga gurët. Tani, faktikisht lumenjt kur sjellin prurë janë shumë të tremshëm, të frikshëm. Po pra. Unë faktikisht e njoh Osumin që nga fëmijë dhe kam studiuar me rrenjë. Dhe këto njehen që nga tyti në Berat. Tani kanë gjë, pamje që keni parë ju atje që bashkohen përrejt, qoftë guakët, qoftë rrjedhë kryesore të Osumit, ka pas intensitet të rrjedha shu janë. Dhe ka pjerësi të madhe, pjen shkëmbej, trungjë, ata të godasin dhe të fshin gjithçka. Gurët mëdhenj. Tani ç'ndodh? Këtu në këtë zonë ka një pjerësi të caktuar që nuk është e Çorovozës në kotën 270. Pjerësi, lumi ka të caktuar. Ky do futet në një shtrat betoni. Është dhe shtrati seleksionuar këtu. Në atë ku është bërë studimi, se kjo është pamje shkputur. Studimi është kapitull në poshtë. Do të thënë, ka një shtrat të përcaktuar. Dhe unë po ju them koncepti është shumë hidroteknik. Juve keni sipërfaqe 50 hektar. Për të kalimin e rrjedhjes së ujit, një në 100 vjet, këtu duhet një shtrat jo më shumë që do kapi 20 hektar. 30 janë tua si drejtues bashkie. Ky është koncepti. Italianët e kanë konceptuar shumë drejt, po nuk e bën se i mungonin të dhenat hidrologjike. Në periudhën e Verogjes, ajo s'kishte lindur atëre as ngjeqari. Po po s'ke lidhur Akademia e Shkencave dhe Hidrologjia Shqiptare se e ka përcaktuar prurjen. Po? Këto studimet. Kush ja ktheu Ramës si projekt? Kush sabotoi hidrotekniku që është aty? I tij, grupi i tij, po. Ç'o thua? E ka sabotuar. Rama e kishte me shumë qef. Rama është novator. Unë nuk kam asnjë lidhje. Po e kryeministri. Jo. Rama është novator, po t'jap dy shembuj. Ishulli i Osumit e ka sabotuar kryetari i bashkisë ekzistuese. Me emrin Fadila Sumbi, që nuk sheh kurajo që t'i thoi që ore zotëri, ka një studim. Jo, për çfarë korrekt se kemi këtu Fadilin. Jo, më fal. Në rregull. Pra se po ta kishim këtu, duhet të korrekt. Ai nuk ka kurajon, ti thoshë ore ka dhe një studim për Osumin. Po jo. Është një burr i mirë, i shtruar, të gjitha po rregull. Po, për shepun e tij, po nuk do të hyj këtyre zavalleve. Jo, po pse ka pushtet lokale? Atë bën ministria. Ku ka pushtet lokale në një vepër të tillë? Jo. Juve në dhën kohën e Enverit ka qenë kjo. Qeverit i japin kompetenca të tjera zakonse drejtuesve dhe bashkive për të prezantuar projekte që interesojnë vendit. Kjo është dhe kjo më ka mbajtur 15 vjet në krye të ndërmarrjes. Nuk të lejë 15 vjet drejtor. Kryenjëri i ndërmarrjes, drejtor ka ndruar 5-6, se ishin partiak ata. Po mirë, nga 97 që erdhën në Tiranë, çfarë keni punuar? Unë fakt u mora sa kohë me aktivitet privat dhe pastaj thash mos i bjem qafë këtyre të rrugëve, zbuldova një korridor që shërben vendit dhe unë kam pas një koncept të fiksuar që drejtuesit e shtetit për interesat e vendit, nuk merren shumë me problemet e partive. Kjo nuk ishte e vërtet. Dhe zbulova një korridor, një rrugë të re, Vaqar Baldush Papër, i bëra projektin, bëra luftë, Berisha ta kur të vi unë kryet për shtetit do t'jap koncesionin, ma dhanë koncesionin. Kur morët gjithë dokumentat, filloj sherri. Filloj konflikti. Më ndërtoj koncesionin, unë i thash jo. Nuk u ndërtua? Jo. Edhe atëherë që të ndërtuan po të njëjtin, rrugë bën Tiranë Elbasan me 2 tunele me 600 milion euro. Po? E majme. Mu mbeti projekti në dorë. Dhe nuk u bëj. Po përveç sa e keqja me madhe shtu. Po? Si Papri, dhe atje ku del autostrada, të dy bashkohen në Cërrik. Po. 2 kilometrë. Dhe prej aty,
prej aty shkohet Cërrik, Kuçov, Berat, me Malia janë në një vit të drejtë. Pse i quajnë Cërrikun ti si Po është qendër e Roma. gravitetit të infrastrukturës, nuk është Vërtet, ha? Vërtet, ha? Cërriku. Po, unë kam bërë dhe një artikull. Do të ti je duke thënë, lëre artikullin, të lutem. Sami Ti je duke Frashi thënë- pse zgjodhi këtë? Jo, ti je duke thënë që të gjitha rrugët të çojnë Cërrik? Po faktikisht në Elbasan Cërrik një janë, po në Cërriku është qendra. Qendra e Cërrikut, të gjitha rrugët në Shqipëri të çojnë Jo, Cërrik. që është ndodh. Këta qendra gravitetit duhet të kthejnë këtë Rogozhinën dhe një gosë aty më duket. Apo jo, sa ti. Faktikisht rrugët janë kthyer në Rogozhinë, sepse Agaj e Rogozhinës paguaj turqit dhe bëri urna atë në 1780. Dhe rrugët i vinë vërdall që vinë në Rogozhinë. Në rregull? Po Berati e ka 60 kg, ka në një vit drejt Elbasanit, shpun ka me Rogozhinën. Ose më fal, ju jeni në Vlorë. A jeni në Vlorë? Në rregull? Po çpun ke ti të shkosh të Fier, të shkosh të Luqe, të shkosh të Rogozhinë, ti hyp, ti nga Vlora, bus korridor, bus detit, ti del te Durrës. jo më del këtu ke kjo Mali Robit. Kavajt. Është bërë projekti komplet. Në Po, Kavajt. po. Ky është korridori. Është projekti. Është projekti komplet i korridorit turistik. Korridori Po. blu. Korridori blu. Po jo më korridor blu e ka shpikur ky, e ka shpikur Beogradi o Athina. Orë zotëri. Korridor Do të blu. ju thoni nga Vlora është projekti që të kalojë në breg të detit dhe del në Kavaj. Atëre ka mundësi? Po? Korridori i Bregdeti shqiptar, delta e Bunës, Vlorë, është i vetmi Bregdet ranor në të gjithë Mezeun, orë zotëri. Është i vetmi korridor që Bregdet që nuk ka korridor turistik. Unë e kam ndarë në 3 lote, në rregull. Loti parë është, ose pjesa e parë, segmenti i parë është delta e Bunës, Buzdet, mbi gjithmonë Buzdet, deri në Porto Romano. Nga Porto Romano ke Mali i Robit e Shkoshinet, ti shko ku duash. Kurse në Malin e Robit, ti ju shkoni në Kavaj, unë po hyj këtu po dal në Vlorë. Ç'pun kam unë me Rogozhinën? Po ç'pun kam? Pastaj, Po pse me pjesë- Frashin pastaj e bëri Belshin? Urdo, një minutë. Atëre jemi në Vlorë. Nga Vlora në Orikum e Shkoshinet e ndërmjetme, në Orikum unë ngjitem në fushën e Ravenës, në kotën 200, në rregull. Zbres edhe deri në Sarandë, unë shkoj në Buzdet. Është i vetmi korridor. Si kanë bërë këto? Se po më çudi. Ne kemi bërë dhe një kërkesë. Që? Unë me inxhinier Petraj Kokën, i bëm një kërkesë me planimetri, tha more, ne bëm një provë për autostradën e Baldushut, ta na sabotuan. Me që erdhe ti në fuqi, na jep vetëm të drejtën për ndërtuar rrugën, sipas kërkesave tua, nga Vlora deri në Sarandë. Projekt të rregull, me AutoCAD, me të gjitha, nuk duan të digje fare, as japin fare. Tani Shiko, juve vini këtu, ju keni këtu një emision edhe mund të dëgjojnë, në rregull apo jo? Po i qik të shënosh interesat e këtyre, me njërë pastaj do të lini problem. Dhe këta nuk duan. Po ty, po kush mua, po të shënosh interesat. bukur kjo. Këta do dhe, po juve më falë se Po ju fola tha me që unë jam nga arrogancë. Skapari, s'pyes kështu. Deri në farmase. Deri në farmase, a? Po ju jeni mirë. Po ju jeni mirë, sepse faktikisht Berasit janë dhe më të butë, pa forcë, pa individualitet. Është mirë që është përzirë, se Berati e Skrapari nuk kanë më dallim, fakt, janë përzirë historikisht. Gjyshen e kam nga Berati, unë gjyshen nga babi. Nuk e thënë, e kam babi dëgjuar. e kam nga Berati unë, kështu që kam Nuk e di, po unë jam rritur në lagjen shlirim. kam edhe damar, kam në gene, kam edhe nga Berati unë, po. Me një dhe Skrapalin kam shumë kuraja civile, guzim moral. Më të madhen e kam vlonjatët, apo jo? Ata janë Patjetër, kulmi. patjetër. Për 3 krye bashkiakë dhanë në Dorëgjën. Kështu që shteti shqiptar nuk e i dorë nga rrugët që ka interes, nga lekët e popullit. Kjo është baza. Tani një pyetje kam, se jemi drejt fundit. Inxhinierët e rinj si janë? Janë si Kush? Inxhinierët e rinj, që të diplomuarit e rinj. Teorikisht janë në rregull. Do të thënë, të mbarosh jashtë, pa nuk arsimoj shkot pa, do të janë me goxha kulturë, por është një kusht për të drejtuar një aktivitet. Nuk meriton vetëm aftësia mendore, po duhet dhe eksperjenca profesionale. Ju në fakt keni filluar këto gazetar nga mi thjeshti apo jo? Ju personalisht. Po sigurisht. Dhe ju e bëni diferencën midis gazetarit dikurshëm edhe moderatorit që jeni këtu qafok, apo kam gabim? Tani shno, këta historie kalemaj me shteti shqiptar ka filluar një kone Ismail Gjemalit, që merret ata nga 20 vjeç,
se ai ishte detyruar. Po kështu dhe zogu, edhe shoku Enver, edhe këta në qeveri marrin njerëz partie që janë studentat të mirë, që s'kan punuar fare në terren faktikisht. Po universiteti ju si nxjerr inxhinierët dhe veçanërisht ato të rrugëve dhe të gjeologjisë? Nuk jam në gjendje në këtë universitet shtetëror, po ai që di për polisin, për shembull. Polisi është specializuar në 2 drejtime. Polis. Po, në planifikim, në arkitekturë, tani ka futur dhe inxhinierin. Megjithatë, ajo që unë kuptoj që jepja mësim, është shkolla për ata që do. Po atje nuk t'jep njëri kota, në polis nuk t'jep njëri kota, nuk ndërhyn njëri fare. Mendoj që i ka rritur goxha nivelin e... Po shkolla faktikisht nuk mbaron vetëm në fakultet. Shkolla dhe për ata që do, se unë jam marrë, mua më lanë të lirë dhe jepja vetëm qesh një projekt dhe po t'jemi i rast konkret për Sarandër. A mund t'ja them? Patjetër. Është një partita një Adretik Llapaj. Po. Dhe vetëm Sarandër. Shqipëria bëhet. Urdhë? Shqipëria bëhet. Shqipëria bëhet. Dhe i përkushtuar. Vetëm Sarandë, thotë unë kur të vitë do bëj rrugën e Saranda në korridorin blu për të dalë në Shkodër. Po. Një kohë. Ju keni qenë në Sarandë? Po patjetër. Keni shkuar këtej nga Varrezat? Po s'vete njëri këtej. Atëre, po të shkosh nga Saranda, të kalosh te Varrezat, vazhdo rrugën te Kepi Qefalit, që është një vend shumë i bukur. Ajo ka komeja se gjefare, del për 22 km, del në Borsh. Një kohë këta që kalojnë qafën e muzinës që ka bërë Ahmet e Jupasha në 1883. Do dosh qafën e muzinës, këtu në qafën e Gjashtës, është në kotën 127, në rregull, do kalosh nga Shënvasia dhe mbrapa Kocë Koti. Pra në vend që ky të dali me një program, bileni i thamë, po kemi program, nuk hap njëri telefonin, që dali me një program konkret, lekët e korridorit turistike i garantuar. Kujt i drejtohesh? Tjetër po temi rast konkret. Dhe ime i deputet në parlament do bëhet rrugën e. Jo, është tjetër gjë, unë po them të ketë një program, po është tjetër gjë. Dhe një deputet ka. Po, një. Dhe problemi tjetër. Nuk bëhet me një deputet rruga. Po fat një rast tjetër. Syri kaltër është kodën 182. 82 të thonë 182 metra nivelin e det. Ai që me rruj për atë hidroshëntarit në kodën 165. Në qoftë se do marrësh një tub plastike dhe ta vendosësh nga 160 dhe 170, s'ka problem. E ta bjesh buzë rrugës në që vjen për Saran, këtë tubacion me rrjedhë të lirë, nuk del në kodën 127, që është javë jashta, po del në kodën 135. 70-80% e Sarandës merë ujë me rrjedhë të lirë. Rregullove. Sot e merë derdhën lumë, ngrihet me ngritje mekanike. Dhe që bëra unë që futem në polis? Unë nuk merr shafare dhe me këto, kush do ka 5-6 në qoftë se vetëm mos bëni zhurmë, kush bën projekt dhe do notë të mirë, do të bësh një projekt plot. Dhe një sarandot i jap këtë. Ti nuk e punktu i merr të dhëna se si furnizohet Saranda, një të llogaritë të tupë, një të bë, ai ka bërë një projekt shumë të mirë. Pra Shqipëria i ka të gjithë burimet natyrore, që një pjesë unë njoh, dhe ka dhe njerëz të mirë që ka nevojë që të futen në sensin praktik të aplikimit të kulturës tyre. Në qoftë se, dhe jemi në mbyllje, në qoftë se kryeministri Edi Rama do të thoshte në këtë moment, inxhinier, të lutem jep një këshill për situatën që ka mund të rrugëve. Çfarë do të thoshit? Para njerë, si edhe për mbytje dhe rrugët, nuk rregullohen thjesht me një këshill. Në rregull? Për këto artohet një program që duhet të vazhdohet. Që nga projekti. Për shembull, projekti një dobeti do kalonte 3 shkallë teknike. Edhe për çdo zonë rrëshqice do ketë një specifik të veçantë. Dhe lufta që bëni ju si media, bën që këto mangësi në fakt të përmirësohen. Sepse këto kanë një pafundësi problemesh, që ai spaku jo me 80 veta sa ka, po të ketë 800 veta nuk e del dot tyre. Se këtu ka, e thatë dhe juve, që ka një kompleks problemes vazhdim të kjo rrëshqitja, edhe njerëzore, edhe projektuese, po dhe orientuese dhe kontrolli që një institucion gjykues nuk i gjen dot me herë. Po këtu nuk ka strategji, kjo është e keq. Inxhinier, janë vjedhur shumë lek nga ndërtimi i rrugëve në Shqipëri. Nuk vjedhet në Shqipëri, vjedh populli. Nuk vjedh? Sho. Populli merr gjëra të vogla ose vjedh te rrugët grabitet grabitet, nuk vjedhet. Apo se për pak dëshur çudita dëshmora automatik thash, tani do nuk vjedhet. Domethënë te rrugët nuk vjedhet, po grabitet. Abuzime të mëdha. Pa hesap.
Edhe kjo situata thatësirës krijoi gjëra dhe ide që edhe një të vërtet tjetër. Po pse baza e gjithë qeverive, kush është shqiptar, kush janë rrugët, që mbajnë pushtet, rrugët, portet edhe doganët. Dhe kjo vazhdon. Me ndarjen e pushteteve, atë duhet ta theksoj këtë. Tani po ndahet pushteti nga drejtësia. Me njerë mbas ndarjes saj që të bien kompetencat e kryeministrit ose drejtuesit, do filloj edhe me njerë. Një ministër nuk i bën dot me këto gjëra. Do ndaj projektin, kontrollin e projektit, kontrollin e zbatimit, dhe lekët të shkojnë të paktën 90-95% në vendin e caktuar, në objektin e caktuar. Si vlerësoni punën e ministres së infrastrukturës Belinda Vallukut? Po në fanë qik, po ajo për që pun ka me infrastrukturën, kjo historie që ne vëm njërës partijene, këto aktiviteti infrastrukturë është teknik profesional. është njësoj që në vend të moderator të marrë një specialiteti që nuk merr vesh fare. Dhe ju tha 3 postulate të cilët ose aksioma të drejtimit të mënyrë të komunikuarit që ju i zbatoni mos 100%, 90% se dhe ju dhe i tërheq emocionin në një ose ndjenja. Po ç'pun ka? Po ç'pun këta që vënë njerëz që janë po ç'pun ka ajo me infrastrukturë? Jam thuajtim, ç'a problemi do trajtoje, jam thuaj. Thonë këta që ajo do pyesi specialistët. Edhe specialistët janë po njerëz partie. Po mendimi një është në gjithë to, mirë atëherë pse vën ministri drejtësie një jurist? Po marrin tjetër, njerëz partie, njerëz përkushtojnë patronazhist. Ose kush është ndryshimi disë balileve? Paso dhe ministri drejtësie që nuk është jurist, e di këtë besoj. Po tjetë një profesion të parafort. Po që parafort ka qenë mjek për shembull. Ju e dini këtë që ministri drejtësie ka qenë mjek? Nuk e mbaj. Nuk e di fare këtë? Jo, nuk e di. Mund e trim me flet, mundet. Po ai s'du ta pranon këtë. Atëre, këta duan që atëre baza janë lekët e popullit dhe bëjnë këto shpërdorime që ndodhe. Dhe keqja më e madhe kësaj rishqitje është se kjo jo mund të haja 1 milion, 2 milion, 1 milion lek po herë. Okej. Ta mbyllim me këtë thënien tënde lapidar, te rrugët nuk vidhet po grabitet? Po tani faktikisht ndoshta nuk e thash në mënyrë përvetësohet. Mos e ke me se faktikisht e the dhe ngjiti mirë. Janë abuzimet më të mëdha që bën janë pikërisht e infrastruktura. Inxhinier. Po ti ke edhe një gjë tjetër domun. Që? Ti po ndërtohet një port, që quhet Porto Romano. Po? Atje nuk ndërtohet port. Po çfarë ndërtohet? Nuk ndërtohet port. Sabotohet pikërisht ky korridoritet. Në Porto Romano nuk ndërtohet port. Dhe ai që po ndërtohet do bëhet më i vogël se i porti Durrësit. Trajto si problem dhe ngërije në çdo emision. Ndalin ndërtimin në Porto Romano. Tjetër. Ti ke dëgjuar për një ligj koncesionesh, një ligj partneriteti? Ligj partneriteti ka filluar që në kohën e Luzit do të thotë që Amerikë nuk lidhesh dot me privatët. Edhe bën një kompromisat dhe e kanë bërë këtë ligj. Po ligj partneriteti që juve shpalleni investitor strategjik me kontrata premtimi. Ju premtoni që unë do investoj $2 miliardë. Rregullave. Në moment që unë kur bindem si qeveri, ty të shpall strategjik, të fal pronën. E kuptova. Kjo është jashtë çdo lloji. Okej, inxhinier, të falenderoj për bisedën këtu në Dekalog. Nuk e di se unë vendosa që kur të vi këtu, të flas më qetë, më kuptueshëm, por herë edhe prisha sepse ne nuk zbatojmë atë që thoni ju. Jo, ishin shumë të vlefshme ato që thatë, dhe ju mbeteni një aset në inxhinierinë në tërësi, jo vetëm hidro ku ju jeni specializuar, por edhe të rrugëve dhe të tjera. Faleminderit. Të faleminderit për mikpritjen dhe ngrohtësinë. Edhe meri vendim çfarë rrugë do ndërtosh. Fol për këtë rrugën Berat Çorovall. Kur të dali ky, s'kam thënë për. Kur dali është bërë projekti nga inxhinieri, është bërë nga Andrea Lako, ky do kërkojë tjetër. Këta të bashkëtet do gjejnë tjetër, se këtu fillojnë filmat. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga unë Elen Çafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën,
me MoneyGram, vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.